Milioneri mbërrinte çdo javë te varri i djalit të tij, si një ritual i shenjtë që nuk e kishte braktisur kurrë. Ishte mënyra e vetme që kishte gjetur për të qëndruar afër Lukasit, edhe pse toka e ftohtë i ndante përgjithmonë. Por atë ditë, sapo hyri në varrezat e heshtura të São Paulos, diçka e bëri të ndalej në vend, si i ngrirë. Para tij, një pamje që nuk kishte asnjë kuptim. Një vajzë e vogël, e varfër, me rrobat e grisura dhe trupin e mbuluar me baltë, çante e përqafuar pas lapidës së djalit të tij. E mbante fort, sikur ai gur i ftohtë të ishte i vetmi vend i sigurt në botë. Ajo thërriste emrin e Lukasit me një dhimbje që nuk i përkiste një fëmijë. Ishte një dhimbje e thellë, e pjekur, e rëndë. Roberto Andrade nuk kuptonte kush ishte ajo vajzë. Nuk kuptonte pse e njihte emrin e djalit të tij. Dhe nuk e kuptonte pse zemra e tij po rrite kaq fort, sikur po paralajmërohej për diçka të tmerrshme. Por një e vërtet shkatëruese ishte gati të zbulohej. Një e vërtet që do të trondiste gjithçka që ai mendonte se dinte për jetën, për vdekjen dhe për veten. Para se kjo histori të vazhdoj, dijeni se këtu ne u japim zë kujtimeve që u harruan, njerëzve që nuk u dëgjuan kurrë, por që mbartin brenda tyre mençurinë e një jete të tërë. Tani, le t'ju tregoj këtë histori që nga fillimi. Ajo do t'ju lër pa fjalë. Roberto Andrade kishte gjithçka që parat mund të blinin. Ishte një nga njerëzit më të pasur në vend. Zotëronte kompani të mëdha të shpërndara në të gjithë Brazilin. Jetonte në një vilë luksoze në Alphaville, kishte makina të shtrenjta dhe një emër që hapte dyer kudo ku shkonte. Respektohej, friksohej, admirohej, por asgjë nga këto nuk kishte më vlerë që nga dita kur humbi djalin e tij, Lukasin. Lukasi kishte vdekur në moshë shumë të vogël, në një aksident tragjik që kishte shkatëruar familjen. Kishin kaluar 2 vite, por dhimbja nuk ishte zbehur. Për Roberton, koha kishte ndaluar atë ditë. Ai nuk kishte arritur kurrë të vazhdonte përpara. Çdo javë, pa përjashtim, ai vizitonte varrin e djalit. Ishte premtimi që i kishte bërë vetes. Gruaja e tij e tanishme, Bianca, e shoqëronte gjithmonë. Ajo rrinte në heshtje, disa hapa më pas, duke parë burrin e saj të fliste me një lapid prej mermeri italian. Nuk e ndërpriste kurrë. Nuk dinte çfarë të thoshte për të ngushëlluar një dhimbje që as parat, as koha nuk mund ta shëronin. Atë të premte të ftohtë qershori, gjithçka ndryshoi. Sa po afruan të varri i Lukasit, Roberto ndjeu se diçka nuk ishte si zakonisht. Zemra ju shtrëngua kur pa vajzën e vogël të përqafuar pas lapidës. Ajo ishte shumë e dobët, më e vogël se ç'duhej për moshën e saj. Flokët i vareshin të ngatëruara mbi fytyrë. Këmbët i kishte zbathur, lëkura e mbuluar me pluhur dhe balt. Qante me zë të ulët, si dikush që kishte mësuar të mos bënte zhurmë për të mbietuar. Bianca i kapi krahun Robertos, e tronditur. Zëri i saj dridhej. Zoti im, çfarë po bën ajo këtu? Roberto u afrua ngadalë. Çdo hap i duke i rëndë. Nuk dinte çfarë të bënte, as çfarë të thoshte. Kur vajza e kuptoi se nuk ishte më vetëm, ngriti kokën. Syt i kishte të kuq, të fryrë nga lotët. Nuk dukej se ishte më shumë se 6 vjeç. Më fal, zotëri, tha ajo me një zë të hollë që dridhej. Do të iki tani. Prit, tha Roberto, duke ngritur dorën me kujdes. Nuk ke pse të ikësh. Mund të rish. Vajza fshiu hundën me mëngën e grisur. Ky varr është i vetmi vend ku askush nuk më përs, tha ajo. Fjalët e saj e goditën Roberton drejt e në zemër. Ishte sikur dikush ta kishte goditur me grusht. Ai e shikoi Biancën. Ajo kishte dorën mbi gojë, e shokuar. Si kishte arritur një fëmijë në këtë pikë? Ku ishin prindërit e saj? Ku ishte shteti? Si ishte e mundur që një vajzë kaq e vogël të flinte në një varrezë dhe askush të mos kujdesej? Si quhesh? Pyeti Roberto, duke u ulur në nivelin e saj. Sara, u përgjigj ajo me zë të ulët. Ti jeton këtu? Ajo tunte kokën ngadalë. Jetoj në rrugë. Fle ku mundem. Por këtu është më mirë. Askush nuk më godet. Askush nuk më bërtet. Zemra e Robertos u shtrëngua edhe më fort. Ai e ndjeu dhimbjen e saj si një plagë të hapur. Bianca bëri një hap pas, qartësisht e parehatshme. Roberto e njihte atë shprehje. Ishte përzierje e mëshirës me frikën. Frika e njerëzve që nuk duan të përfshihen, sepse e din që ndihma mund të sjellë probleme.
Dhe pse zgjodhe pikërisht këtë varr, pyeti Roberto, duke u përpjekur të mbante zërin të qëndrueshëm. Sara uli syt dhe shikoi lapidën. Sepse ai ishte i mirë me mua, tha ajo me lot në sy. Ai më fliste. Më jepte bukë. Më thoshte se do të kthehej. Në atë moment, ajri u bë i rënd. Roberto ndjeu sikur toka po i hapej nën këmbë. Sepse Lukasi nuk kishte qenë vetëm një fëmijë i pasur. Ai kishte qenë një djalë me zemër të madhe. Një djalë që, pa e ditur askush, kishte ndihmuar një vajzë të vogël të mbijetonte. Dhe ajo vajzë tani ishte aty. Duke qarë mbi varrin e tij. Duke mbajtur gjallë një të vërtetë që askush nuk kishte dashur ta shite. Por kjo ishte vetëm fillimi. Sepse ajo që Sara do të tregonte më pas do ta ndryshonte përgjithmonë jetën e Robertos dhe do të zbulonte një sekret që ishte varrosur më thellë se çdo trup në atë varrezë. Sara preku lapidën me një butësi të çuditshme, sikur po shikonte fytyrën e një miku të dashur. Gishtat e saj të vegjël rrëshitën mbi mermer, me një kujdes që nuk i përkiste një fëmijë rruge, por dikujt që kishte mësuar shumë herët çfarë ishte humbja. Sepse Lukasi më mbronte, tha ajo me zë të ulët. Bota u ndal. Roberto ndjeu sikur gjaku ju ngrirë në vena. Zemra i rahu fort, pastaj u shtrëngua në një dhimbje të thellë që i mori frymën. Bianca hapi syt me tmerr, si dikush që sapo kishte dëgjuar diçka të pamundur. Çfarë? Pëshpëriti Roberto, pa e njohur më zërin e vet. Lukasi, vazhdoi Sara, duke kaluar dorën mbi lapid, sikur po përkëdhelte dikë të gjallë. Ai ishte shoku im. Ai kujdesej për mua. Kur kishte ushqim, e ndante. Kur kisha frikë, rinte pranë meje. Ai ishte i mirë. Roberto nuk arrinte të përpunonte atë që po dëgjonte. Truri i tij kërkonte shpjegime, por asgjë nuk përshtatej. Djali i tij e njihte këtë vajzë. Por si? Kur? Dhe pse askush nuk kishte thënë asgjë? Ai u kthye nga Bianca. Ajo ishte e zbeth, buzët i dridheshin, syt i kishte ngulur te vajza sikur po shite një fantazmë. Asnjë fjalë nuk i dilte. Sara, tha Roberto më në fund, me zërin që i thyej, je e sigurt që ishte ai? Vajza nuk u përgjigj menjëherë. Ajo futi dorën në xhepin e pantallonave të pista dhe nxori diçka të palosur, të zverdhur nga koha. Ishte një fotografi e vjetër, e rrudhur, pothuajse e shkatëruar nga shiu, dielli dhe vitet e kaluara në rrugë. Ajo ja zgjati Robertos me kujdes, sikur po i dorëzonte diçka të shenjtë. Ai e mori fotografin dhe e hapi ngadalë. Dhe aty ishte Lukasi. I vogël, me buzëqeshjen që Roberto e njihte aq mirë, i përqafuar fort me Sarën, e cila dukej edhe më e vogël në atë imazh. Të dy ishin të lumtur. Ishte një lumturi e pastër, pa frikë, pa uri, pa dhimbje. Roberto ndjeu se këmbët po i dridheshin. Ai ktheu fotografin nga ana tjetër. Me shkrim fëmije, të pasigurt, të dridhur, ishte shkruar: "Babi, kjo është motra ime." Bota u shem. Roberto u mbështet pas lapidës për të mos rënë. Bianca e lexoi shkrimin mbi supin e tij dhe bëri një hap pas, duke marrë frymë shpejt, sikur po mbytej. Roberto, çfarë është kjo? Pyeti ajo me zë të thyer. Ai nuk dinte çfarë të thoshte. Nuk kishte asnjë ide. Asnjë shpjegim. Vetëm një fjalë që i përplasej në mendje si një çekiç. Motra. Lukasi kishte një motër. Si ishte e mundur? Nga kishte ardhur ajo? Pse ai nuk kishte ditur kur asgjë? Sara bëri disa hapa prapa, e friksuar nga reagimi i tyre. Syt i u mbushën sërish me lodh. Më fal, zotëri, tha ajo me nxitim. Nuk doja të shkaktoja të lashe. Dhe para se Roberto të mund të thoshte qoftë edhe një fjalë, vajza u kthye dhe vrapoi mes varreve, duke u zhdukur në kthesën e varrezës, si një hije që i shpëton dritës. Bianca u kthye nga Roberto, syt i kishte të mbushur me konfuzion dhe zemërim. Çfarë ishte kjo, Roberto? E pyeti ajo. Çfarë po ndodh? Ai nuk kishte përgjigje. Qëndroi aty i ngrirë, duke shtrënguar fotografin në duar, duke parë fytyrën e buzëqeshur të djalit të tij dhe duke u përpjekur të kuptonte se si ishte e mundur që jeta e tij të kishte një sekret kaq të madh, të fshehur përpara syve të tij. Atë natë, Roberto nuk arriti të flinte. Bianca ishte e ftohtë, e largët, shmangte çdo bisedë. Ishte e qartë se ajo mendonte se gjithçka ishte një çmenduri, diçka ku nuk duhej të përfshiheshin.
Një problem që mund të shkatëronte jetën e rregullt dhe të kontrolluar. Por Roberto nuk mund ta nxirrte Sarën nga mendja. As sytë e saj. As fotografia, as fjalët e Lukasit. Kjo është motra ime. Ditët në vijim, Roberto filloi të hetonte. Punsoi detektiv privat. Hapi dosje të vjetra. Kërkoi në arkiva. Kontaktoi strehimore për fëmijë, spitale, institucione, shkolla. Çdo emër, çdo dokument, çdo gjurmë e mundshme. Dhe dalë nga dalë, e vërteta filloi të zbulohej, si një plagë e hapur që nuk mund të fshihej më. Sara kishte lindur nga Karina, ish bashkëshortja e tij. Nëna e Lukasit. Por Sara nuk ishte vajza e tij. Karina kishte pasur një lidhje tjetër. Kur kishte mbetur 7 zën, kishte fshehur gjithçka. Kishte lindur në fshehtësi, kishte dhënë vajzën për adoptim dhe kishte varrosur sekretin thellë, duke mos folur kurrë më për të. Por Lukasi kishte ditur. Ai e kishte gjetur të vërtetën. Dhe pa i thënë askujt, kishte zgjedhur ta mbronte. Dhe tani, 2 vjet pas vdekjes së tij, e vërteta kishte dalë nga varri përmes lotëve të një vajze të vogël që nuk kishte më askënd tjetër në botë. E vërteta kishte filluar të dalë në dritë copë pas cope, si një enigme e errët që më në fund po zbulohej. Detektivët zbuluan se Lukasi kishte qenë një fëmijë jashtëzakonisht kureshtar, shumë më i zgjuar se mosha e tij. Ai nuk ishte një fëmijë i zakonshëm. Kur kishte mësuar se kishte një motër të vogël, nuk kishte bërë pyetje. Nuk kishte kërkuar leje. Thjesht kishte vepruar. Ai kishte filluar ta vizitonte Sarën fshehurazi. I çonte ushqim. Lodrat që nuk i duheshin më. E përqafonte kur ajo kishte frikë. I fliste për shkollën, për ëndrat, për botën jashtë rrugëve të ftohta ku ajo jetonte. Për Sarën, Lukasi ishte më shumë se një vëlla. Ishte mburoja e saj. Ishte shtëpia e saj. Dhe pastaj, 2 vite më parë, gjithçka kishte shkuar keq. Hetimet zbuluan se familja adoptive e Sarës kishte ndërruar jetë. Nuk kishte mbetur askush për të kujdesur për të. Sistemi nuk kishte bërë asgjë. Askush nuk kishte kërkuar vajzën. Askush nuk kishte pyetur se ku kishte përfunduar. Sara ishte zhdukur nga regjistrat, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Por Lukasi nuk e kishte braktisur. Në një mënyrë që askush nuk e kishte kuptuar, ai kishte vazhduar të kujdesej për të deri në ditën e aksidentit fatal. Një fëmijë që mbante mbi supe një përgjegjësi që nuk duhej t'i përkiste kurrë. Por sa më shumë Roberto hetonte, aq më shumë gjëra të çuditshme dilnin në sipërfaqe. Disa regjistra mjekësor të Lukasit ishin zhdukur. Dokumentet të tëra ishin fshirë. Raportet e aksidentit ishin të paplota, me faqe që mungonin dhe deklarata që nuk përputheshin. Dhe mbi të gjitha, kishte një fakt që e tronditi edhe më shumë. Karina, ish gruaja e tij, kishte lëvizur shumë të mëdha parash në muajt para vdekjes së Lukasit. Asgjë nuk dukej rastësi më. Pastaj filluan të vinin mesazhet. I pari ishte një copë letre e futur poshtë derës së vilës së Robertos. Ishte shkruar me dorë, pa firmë, pa shpjegime. Vetëm një fjali e ftohtë. Aksidenti nuk ishte aksident. Bianca ra në panik. Ajo i kërkoi Robertos që të ndalonte. I tha të linte të kaluarën aty ku ishte. Të mendonte për martesën e tyre, për sigurinë, për jetën që kishin ndërtuar. Ajo kishte frikë. Dhe frika e saj ishte e dukshme. Por Roberto nuk mund të ndalej. Jo pasi kishte zbuluar se djali i tij kishte vdekur duke mbrojtur dikë tjetër. Jo pasi kishte kuptuar se Lukasi kishte qenë hero në heshtje. Ai u kthye sërish në Vareza, javë pas jave, duke kërkuar Sarën. Derisa një pasdite me shi, e gjeti. Ajo ishte fshehur pas një mauzoleumi, e mbledhur në vetvete, duke u dridhur nga i ftohti, me krahët e mbështjellë rreth gjunjëve. Kur e pa Roberton, u përpoq të ikte, por ai ishte më i shpejtë. Sara, të lutem, tha ai me zë të thyrë. Unë vetëm dua të të ndihmoj. Ajo u ndal dhe shpërtheu në lodh. Ti nuk mundesh, bërtiti ajo mes nga shërimave. Askush nuk mundet. Pse, pyeti Roberto, me zemrën që i rrite fort. Sepse ata duan të më kapin. Fjalët e saj e bën tokën t'i zhdukej nën këmbë. Çfarë do të thuash, të kapin, pyeti ai, duke u ulur përballë saj. Sara u tkur mbi tokën e lagur. Ata erdhën edhe pas meje atë ditë kur Lukasi vdiq, tha ajo.
Por unë ika. U fsheha. Nuk më gjetën. Roberto ra në gjunjë përpara saj. Lotët I rridhnin pa kontroll. Kush, Sara, pyeti ai me zë të mbytur. Kush e bëri këtë? Ajo ngriti kokën ngadalë. Burri I ish gruas tënde. Carlos, tha ajo. Ai tha që unë isha një problem. Që do të shkatëroja gjithçka. Dhe nëna e Lukasit e la të ndodhte. Bota e Robertos u shkatërua në atë çast. Karina e dinte. Ajo e kishte ditur gjithmonë se Sara ishte gjallë. Dhe nuk kishte bërë asgjë. Sepse Sara ishte prova e tradhtisë së saj. Ishte skandali që ajo kishte zgjedhur ta fshite, pavarësisht çmimit. Dhe kur Lukasi kishte tentuar ta mbronte, ai ishte kthyer në një problem gjithashtu. Roberto ishte gati ta merrte Sarën dhe ta çonte në polici kur telefoni I tij ra. Ishte Karina. Roberto, duhet të flasim, tha ajo. Ti nuk ekziston për mua, ja ktheu ai me përbuzje. E di që e ke zbuluar, vazhdoi ajo me një zë të ftohtë, llogaritës. E di që Sara është me ty dhe duhet të më kuptosh. Ajo ishte një gabim, tha Karina. Por nuk mund ta lejoja të shkatëronte jetën time. Ti e dije për djalin ton, bërtiti ajo nga ana tjetër e linjës. Faji nuk ishte imi. Ishte I Carlosit. Nuk e dija që ai do ta bënte atë. Por pasi ndodhi, vazhdoi ajo, çfarë mund të bëja? Të dorëzoja burrin tim? Të pranoja se kisha një vajzë ilegale? Të humbisja gjithçka? Roberto e mbylli telefonin pa thënë asnjë fjalë. Ai u kthye dhe e përqafoi Sarën fort. Vajza qante e dëshpëruar në krahët e tij, si një fëmijë që më në fund kishte gjetur dikë që nuk do ta linte më. Atë mbrëmje, Bianca bëri gati valixhet dhe u largua. Ajo nuk ishte në gjendje ta përballonte të vërtetën. Por Roberto po. Sepse tani, ai nuk kishte humbur vetëm një djalë. Ai kishte gjetur një vajzë. Dhe këtë herë ai nuk do të dështonte. Ajo nuk donte të përfshihej. Nuk donte që jeta e saj të kthehej në tituj gazetash, në skandale televizive, në ushqim për kurreshtjen e publikut. Karina kishte zgjedhur imazhin, sigurinë, rehatin. Kishte zgjedhur të shpëtonte veten, edhe nëse kjo do të thoshte të braktiste gjithçka tjetër. Roberto zgjodhi të vërtetën. Edhe pse e dinte që ajo zgjedhje do t'i shkatëronte jetën siç e njihte, ai nuk u tërhoq. Ai mblodhi çdo dokument, çdo provë, çdo dëshmi që kishte zbuluar gjatë muajve të hetimit dhe I dorëzoi të gjitha në polici. Nuk fshehu asgjë. Nuk negocioi. Nuk kërkoi favore. Carlos u arrestua. Pak më vonë, edhe Karina. Skandali shpërtheu në media me një forcë të pamëshirshme. Emri I Robertos ishte kudo. Gazetat, televizionet, rrjetet sociale. Ish gruaja e tij, bizneset e tij, vdekja e djalit, vajza e braktisur, gjithçka u bë publike. Jeta e tij u kthye në kaos. Partner u tërhoqën. Kontrata u pezulluan. Miq u zhdukën. Por për herë të parë pas 2 vitesh, Roberto ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Pa ndjerësi. Pa zbrazëti. Pa faj. Ndjeu se kishte bërë gjën e duhur. Sara shkoi të jetonte në shtëpinë e tij. Ditët e para ishin të vështira. Vajza kishte frikë nga gjithçka. Nga dhomat e mëdha. Nga heshtja. Nga drita. Nga dera e mbyllur. Nga ideja e të fjeturit në një shtrat të vërtetë. Ajo flinte e mbledhur në cep, gati për të ngritur nëse dikush do ta dëbonte. Nuk ulej në tavolinë për të ngrënë. Fshite bukën në xhepa. Nuk besonte se ushqimi nuk do t'i merrej. Nuk besonte se nesër do të kishte sërish. Dhe mbi të gjitha, nuk besonte se dikush mund ta donte pa kushte. Roberto nuk e nxitoi. Ai I dha kohë. I dha durim. I dha praninë e tij. Çdo mëngjes ishte aty. Çdo natë I uronte natën e mirë. Pa pyetje. Pa presion. Vetëm siguri. Me kalimin e ditëve, Sara filloi të ndryshonte. Filloi të qeshte. Filloi të fliste më shumë. Filloi të besonte. Filloi të kuptonte se ajo shtëpi nuk ishte e përkohshme. Se ai burr nuk ishte thjesht një ndihmues. Se ajo nuk ishte më vetëm. Roberto nisi procesin e adoptimit. Ishte I gjatë.
I ngadalshëm, plot dokumente, intervista, gjykata, pritje dhe net pa gjumë. Kishte momente kur gjithçka dukej e pamundur. Momente kur burokracia dukej më e fortë se dashuria. Por ai nuk u dorëzua. Asnjëherë. Dhe dita erdhi. Në sallën e gjykatës, kur gjyqtari më në fund dha vendimin dhe deklaroi se Sara, zyrtarisht dhe ligjërisht, ishte vajza e tij, Roberto nuk e mbajti dot veten. Lotët I rrivnin pa kontroll. Sara u hodh në krahët e tij dhe qau me të. Ishin lot çlirimi. Lot jete. Ata nuk kishin nevojë për fjalë. E dinin. 6 muaj më vonë u kthyen sërish në varreza, por kësaj here gjithçka ishte ndryshe. Sara ishte e pastër. E veshur ngrohtë. E ushqyer. E sigurt. Nuk ishte më e frikësuar. Nuk ishte më vetëm. Ajo mbante fort dorën e Robertos, sikur të kishte frikë se bota do t'ja merrte përsëri. Në dorën tjetër mbante një buqet me lule të verdha. Lulet e preferuara të Lukasit. Ata qëndruan përballë lapidës në heshtje. Era lëvizte lehtë gjethet. Qielli ishte I qetë. Nuk kishte dhimbje, vetëm kujtim. Papritur, Sara foli. Zëri I saj ishte I sigurt. I fortë. Plot jetë. A e di çfarë mendoj, tha ajo. Çfarë, dashuria ime, pyeti Roberto. Mendoj se Lukasi më dha një shtëpi 2 herë. Roberto e shikoi I befasuar. Një herë, vazhdoi ajo, kur më mbronte. Dhe herën tjetër, kur të çoj ty tek unë. Roberto nuk arriti t'i mbante lotët. Ai u ul, e përqafoi Sarën fort dhe ndjeu diçka që kishte menduar se e kishte humbur përgjithmonë. Dashurinë e një fëmije. Sepse edhe pse Lukasi nuk ishte më aty, dashuria e tij nuk kishte vdekur. Ajo kishte ndryshuar formë. Kishte gjetur një rrugë tjetër për të jetuar. Sepse dashuria e vërtet nuk mbaron kurrë. Ajo thjesht gjen rrugë të reja. Nëse kjo histori të preku zemrën, qëndro me ne, ndaj mendimin tënd. Dhe shihemi në historinë e radhës.